Ja si e bëra me vajzën time atë punë dhe nuk bëhem pishman. Ishte një mbrëmje ftohtë nëntori, kur era e parë dimërore sillte me vete një freskitë mprehtë dhe gjethet e thata rëshqitnin përgjatë trotuarit. Në shtëpinë tonë, nxehtësia e zjarrit në vatër përzihej me tensionin e qetë që ndjeja në ajër. Eva, e bia ime, sapo kishte kthyer 18 vjet dhe tani qëndronte përballë meje, duke më shikuar me sytë e kaltër të saj, që gjithmonë më tregonin shumë më tepër se sa fjalët e saj. Ajo, tha ajo, duke ulur në këmbët e divanit, ku unë rria duke lexuar, duhet të bëj një vendim të rëndësishëm. Vëmendja ime u fokusua menjëherë, isha mësuar me vendimet e rëndësishme të Evës, nga zgjedhja e fustanit për maturën deri te vendimi për të studiuar jashtë vendit, por diçka në tingullin e zërit të saj më tregoi që kjo ishte ndryshe. Po, e bia, u përgjigja duke lënë mënjan librin. Dua të bëj tatuazh, tha ajo pa lëvizur syt nga imi, si në pritje të reaksionit tim. Në brendësinë time ndjeva një val rezistence të menjëhershme. Kishin folur për tatuazhet më parë. Unë kisha shprehur qartë që nuk i pëlqeja, por gjithashtu kisha pranuar se kur të rritej do të ishte vendimi i saj. Tani ajo ishte e rritur sipas ligjit, por në sytë e mi vazhdonte të ishte fëmia im me flok të artë që vraponte në obor me këpucët e saj me diell. Çfarë lloj tatuazhi? Pyeta duke përpjekur të mbaja zërin neutral, duke shtypur valët e panikut që ndisej në gjoks. Ajo nxori një copë letre nga xhepi i xhinseve. Ishte një vizatim i imët, i bërë me kujdes, një dizajn i ndërlikuar që përfshinte 2 shkronja të thurura së bashku, një E e madhe dhe elegante dhe një M, më të vogël, më të mbyllur, inicialet e saj dhe ato të Markut, djali me të cilin kishte dashuruar në shkollë dhe me të cilin kishte përfunduar marrëdhënia para 3 muajsh. E di që nuk do të pëlqesh, tha Eva, duke parë shprehjen time, por kjo është e rëndësishme për mua. Marku ishte një pjesë e rëndësishme e jetës sime. Dua ta përjetësoj këtë. Për një moment, zemra më ra. Pamja e tij simboli, një përkujtim i dashurisë së parë, por gjithashtu i dhimbjes së parë të madhe. Më shqetësoi thellë. Nga njëra anë, kisha përvojën time si nën, që dinte se çfarë do të thotë të bësh vendime në moshën 18 vjeçare, vendime që ndikojnë në pjesën tjetër të jetës sate. Nga ana tjetër kisha përvojën time si ish tenager, që kisha bërë gabimet e mia dhe mësimet më të rëndësishme kisha mësuar nga ato gabime, jo nga prindrit që më ndalonin t'i bëja ato. Kujtoja atëherë kur isha 19 vjeç dhe dashuria ime e parë më kishte thyer zemrën. Kujtoja se dëshiroja të mbaja gjërat që më kujtonin ato, fotot, dhuratat, letrat. Disa prej tyre i kisha ruajtur dhe tani, por kisha mësuar me kalimin e viteve se kujtimet nuk kanë nevojë për objekte fizike për të ekzistuar. Mirë, thashmë në fund, duke parë syrin e saj që u ndriçua nga befasimi, por me një kusht. Çfarë kushti? Pyeti ajo, duke u ngritur pak më drejt. Para se të bësh këtë simbol të përhershëm në lëkurën tënde, do të duhet ta veshësh çdo ditë për 3 muaj. Habi në fytyrën e saj ishte i dukshëm. Si mund ta vesh çdo ditë? Do të bëjmë një tatuazh fals, shpjegova. Do ta vizatosh në krah çdo mëngjes me këtë. Nxora nga sirtari i tavolinës një shënues special për lëkurën që kisha bler ditën përpara, kur kisha parë që diçka po përparonte në mendjen e saj, dhe çdo mbrëmje para se të fshihet do të shkruash në këtë ditar me rrethin tij. I dhash një ditar të vogël të lidhur me lëkurë që kisha zgjedhur me kujdes. Do të shkruash si ndjehesh për këtë simbol atë ditë. Çfarë të kujton? Nëse ndihesh mirë me të, nëse ndihesh keq, çdo ndjenjë. Eva e mori ditarin në duar duke i kaluar gishtat mbi prehjen e lëkurës. 3 muaj, kjo është shumë kohë. Përjetësia është edhe më shumë kohë, thash but. Nëse pas 3 muajsh, pasi ta kesh veshur çdo ditë, e të kesh reflektuar çdo mbrëmje, ende do që ta bësh të përhershëm. Do të çoj vetë te studioja më e mirë e tatuazheve në qytet dhe do ta paguaj unë. Ajo heshti për një moment, duke e konsideruar ofertën time dhe nuk do të mundohesh të më bindesh më të ndryshoj mendje. Jo, premtova, kjo do të jetë vendimi yt. Unë vetëm do të sigurohem që ti jesh i sigurt që po e merr. Ajo pranoi. Kështu filloi eksperimentimi ynë i 3 muajve. Ditën e parë Eva ishte emocionuar,
e vizatoi simbolin me kujdes të madh në krahun e saj të majt, pak mbi kyçin. I pëlqente mënyra se si dukej, elegant dhe misterioz. Në ditar shkroi: "Sot ndihem e fortë. Ky simbol më kujton dashurinë, më kujton se dikush më ka dashur dhe unë kam dashur. Kjo është pjesa ime e historisë dhe dua ta bart me vete." Java e parë kaloi me entuziazëm. Ajo i tregonte tatuazhin fals shokëve të saj, duke u përgjigjur me krenari kur ata pyesnin se çfarë përfaqësonte. Në ditar, fjalët ishin plot shpresë dhe nostalgji. "Sot Marku më kujtoi. Shkova pranë shtëpisë së tij. Simboli më ndihmoi të kujtoja momentet e bukura. Por në javën e tretë diçka filloi të ndryshonte." Ajo shkroi: "Marku doli me një vajzë tjetër nga kolegji. Kur e par simbolin sot, më kujtuan kujtime të vjetra, por jo ato që dua të kisha me veten për jetë. Ndihem si të jem ngjitur në diçka që ai e ka lëvizur më tej." Në fund të muajit të parë, Eva erdhi tek unë një mbrëmje. "A mund ta vizatoj në një vend tjetër?" pyeti. "Po mërzitem në të njëjtin vend." "Absolutisht," u përgjigja, "është lëkura jote." Kështu ajo filloi ta lëvizte simbolin, ndonjëherë në krahun tjetër, ndonjëherë në kyçin e dorës, ndonjëherë në një vend më të fshehtë. Në çdo lëvizje ajo reflektonte se si ndihej më ndryshe për të. Në muajin e dytë, hyrjet në ditar filluan të bëheshin më të thella, më reflektuese. Sot në orën e artit, mësuesi foli për simbolizimin. Pyeta veten: "Çfarë simbolizon vërtet ky simbol për mua tani? Dashurinë, humbjen, veten time të vjetër? Kush jam unë sot dhe pse kam nevojë për këtë kujtim fizik?" Një ditë, pas një takimi të rastësishëm me Markun, në qendër ajo shkroi: "Ai mezi e kujtoi datën kur u takuam për herë të parë. Unë mbaja mend çdo detaj. Pse po përjetoj diçka që për tjetrin ka qenë vetëm një moment." Në fillim të muajit të tretë, Eva filloi të bënte pyetje të reja. "Çfarë do të thotë vërtet për jetësi? Do ta dua këtë simbol kur të jem 30 vjeç, 40? Do të jetë pjesë e identitetit tim kur të kem fëmijët e mi? A do të më pyesin ata për këtë më dhe do të më duhet t'u shpjegoj dashurinë time të parë të rënë?" Dita e fundit e eksperimentit erdhi. Ishte një të enjtë e ftohtë shkurti. Eva erdhi në dhomën time pa simbolin në krah. Ishte e qetë dhe e qetësuar, me një mençuri në sytë e saj që nuk e kisha parë më parë. 3 muaj kanë kaluar, tha ajo. Pranova. Ajo nuk dua më atë tatuazh. Ndjeva një lehtësim të thellë, por e mbajta veten. "Pse?" i thash. Ajo ul pranë meje dhe hapi ditarin, sepse lexova çfarë shkruajta. "Dita e parë, kjo është historia ime. Dita e fundit, historia ime vazhdon pa këtë simbol." Ajo mbylli ditarin. "Përjetësia nuk duhet t'i kushtohet diçkaje që tash më ka mbaruar. Në muajin e parë, ky simbol më përfaqësonte dashurinë. Në të dytin, më përfaqësonte humbjen. Në të tretin, më përfaqësonte veten time që po përpiqej të mbështetej në diçka të kaluar për të kuptuar të tashmen." Heshti për një moment. "Dua të kursej lëkurën time për diçka që përfaqëson veten time të tanishme, jo një version të vjetër të saj. Diçka që vlen të përjetësohet." Atë mbrëmje ndezëm zjarrin dhe folëm për orë të tëra, për dashurinë, për humbjen, për rritjen, për vendimet që marrim në momente emocionale dhe ato që marrim me reflektim. Sot, 2 vjet më vonë, Eva ka një tatuazh të vogël në kyçin e dorës, një yll i stilizuar me 5 sepa, të vizatuar në mënyrë të tillë që të duket sikur shkëlqen nga brenda. Kur e pyeta se çfarë përfaqëson, më tha: "Përfaqëson dritën time të brendshme, dritën që zbulova se kam brenda kur mësova të qëndroja e vetme, pa mbështetjen e kujtimeve të jashtme." Unë e kam parë atë të rritet nga ajo vajzë 18 vjeçare me zemër të thyer në një grua 20 vjeçare të sigurt në vetvete që studion psikologji në universitet dhe shpesh përdor historinë tonë të 3 muajve si shembull në diskutimet e saj akademike për procesin vendimmarrës dhe rritjen personale. Disa mund të mendojnë se unë s'duhet të përzihesha fare, se duhet ta lija të bënte gabimin e saj dhe të mësonte nga pasojat. Të tjerë mund të mendojnë se duhet të ndaloja tatuazhin që në fillim, duke përdorur autoritetin tim si nën për të mbrojtur nga një vendim i keq. Por unë nuk bëhem pishman. Nuk bëhem pishman sepse shikoj gruan që është bërë Eva dhe shoh mençurinë, vetdijen dhe aftësinë e saj për të reflektuar përpara se të veprojë. Kjo nuk është thjesht rastësi, është rezultati i mënyrës se si afrohemi situatave të vështira së bashku. Nuk bëhem pishman sepse në vend që të ndesha kokën me murin,
dhe ta kisha shpallur luftë që ndoshta do të kishim humbur të dyja, ndërtova një urë, ura e reflektimit, e durimit dhe e respektit të ndërsjellët. Nuk bëhem pishman, sepse Eva nuk mua thjesht me tatuazhet e dashurisë së parë më tha që janë të këqija. Ajo mësoi pse, dhe mësimi që vjen nga brenda, nga eksperienca dhe reflektimi personal, ngjitet shumë më thellë se ai që vjen nga një leksion i jashtëm. Në botën e sotme, ku prindrit shpesh ndihen të shtypur për të kontrolluar çdo vendim të fëmijëve të tyre, ose në anën tjetër për t'u hequr dorë plotësisht, duke i lënë të përballen vetëm me pasojat, unë zgjodha një rrugë të tretë, rrugën e shoqërimit të vetëdijshëm. Eva më tha një herë, ajo kur më dhe atë ditar, më tregove se respektoje më shumë mendjen time se sa frikën time, dhe kjo më bëri të dua të reflektoja edhe vetveten. Kështu që ajo nuk bëhem pishman, përkundrazi, kur shoh yllin në dorën e saj dhe kur dëgjoj mençurinë me të cilën ajo flet për vendimet e jetës, ndjej një krenari të thellë, krenari jo vetëm për gruan që është bërë, por edhe për udhën që kaluam së bashku për të arritur atje, sepse ndonjëherë mësimet më të rëndësishme nuk janë çfarë të bësh ose çfarë të mos bësh, po si të vendosësh çfarë të bësh. Dhe këtë mësim besoj se e kam dhënë vajzës sime për jetën.